Aplikimi për dorëzimin e fletparaqitjeve në konkurse dhe shpallura nga Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Udhëzim për shfrytëzuesit. Aplikimi është i përpunuar për dorëzim elektronik të fletparaqitjeve në konkurs të shpallura nga Ministria e Kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Përdoruesit e fundit të këtij aplikimi janë aplikantët në tekstin vijues përdorues, të cilët duhet të plotësojnë fletparaqitjen elektronike dhe pastaj ta ngarkojnë të plotësuar, të nënshkruar dhe të skenuar në format PDF, si një dokument file. Për këtë qëllim, përdoruesi duhet të kyçet në profilin e vet, duke e përdorur adresën e emailit dhe fjalkalimin. Nëse ende nuk kanë krijuar profil, së pari duhet të krijojnë profil dhe pastaj të kyçen. Në faqen për të kyçur, duhet të shënohen adresa e emailit dhe fjalkalimi, të cilët përdoruesi ka përdorur gjatë regjistrimit të profilit. Pastaj, klikohet në butonin Kyçu dhe nëse gjithçka është në rregull, aplikimi do ta orientojë përdoruesin në faqen fillestare në profilin e tij. Në rast se përdoruesi nuk ka regjistruar profil, duhet të zgjedhë opsionin Regjistrohu dhe t'i shënojë të dhënat e nevojshme. Për regjistrim të suksesshëm, nevojiten të shënohen emri, mbiemri, adresa e emailit dhe fjalkalimi. Pastaj klikohet në butonin Krijo profil dhe nëse gjithçka është në rregull, aplikimi do të dërgojë porosi se krijimi i profilit është i suksesshëm. Që të përfundojë procesi i regjistrimit, nevojitet që përdoruesi të hapë emailin e tij, adresën e emailit të cilën e ka shënuar gjatë regjistrimit dhe në porosinë e marrë që i dërgohet në mënyrë automatike të klikojë në linkun për verifikim të profilit. Me klikimin e linkut, profili i përdoruesit do të jetë i verifikuar dhe përdoruesi do të orientohet në faqen për kyçje. Në rast se përdoruesi e ka harruar fjalkalimin e shënuar gjatë krijimit të profilit, i njëjti duhet të resetohet përmes opsionit fjalkalimi i harruar, që është në faqen për kyçje, duke klikuar linkun fjalkalimi i harruar. Është e nevojshme që në fushë të shënohet adresa e emailit, e cila është shënuar gjatë regjistrimit të profilit, dhe nëse ajo adresë ekziston në bazën e të dhënave, atëherë në të njëjtën, përdoruesit do t'i arrijë porosi me fjalkalimin e ri. Pas kyçjes së suksesshme, përdoruesi kthehet në faqen fillestare të profilit të tij. Në anën e majtë të faqes është menyja me opsionet në dispozicion. Faqja fillestare, konkurse aktive, ndrysho fjalkalimin dhe udhëzimi për shfrytëzim, ndërsa në pjesën e mesme të tabelës janë të gjitha konkurset në të cilët përdoruesi është paraqitur. Për çdo konkurs, në tabelë shfaqen titulli i projektit, numri arkivor me anë të të cilit tregohet se shfrytëzuesi ka konkuruar, data e aplikimit dhe validiteti i konkursit, prej datës deri më datën. Faqja për konkurse aktive i tregon të gjithë konkurset të cilët për momentin janë aktiv dhe ku përdoruesi mund të konkurojë. Në tabelë tregohet titulli i konkursit, prej datës deri më datën të afatit të konkursit, sektori dhe njësia. Majtas në tabelë, për skaj secilit konkurs aktiv, është një ikon me cilën përdoruesi mund të shkarkojë formularin e fletparaqitjes për konkursin që do zgjedh. Afër ikonës për shkarkim të formularit është dhe ikona e informatave e cila hap dritaren pop-up window, ku tregohen informacionet për konkursin dhe do t'i ndihmojë përdoruesit në mbushjen e fletparaqitjes. Formulari i mbushur i fletparaqitjes nënshkruhet, skenohet dhe ruhet në format PDF, si një dokument, file. Në të djathtë të tabelës, gjendet ikona të cilën përdoruesi duhet ta klikojë pasi ta ketë përgatitur tërë dokumentacionin e nevojshëm. Me klikimin e kësaj ikone, përdoruesi do të orientohet drejt faqes për aplikim në konkursin e zgjedhur. Në faqen Apliko, nevojitet që përdoruesi së pari të zgjedhë nëse bëhet fjalë për person juridik apo fizik, dhe në varësi të përzgjedhjes adekuate, t'i mbush fushat. Për person fizik, nevojitet që në mënyrë obligative të plotësohen informacionet për titullin e projektit, qytetin, emrin e personit fizik, mbiemrin e personit fizik, adresën, numrin e telefonit, emailin, numrin am të qytetarit, gjininë dhe moshën, shumën e kërkuar të mjeteve në denar. Si alternativ, mund të jepet web faqja dhe titulli, si dhe shuma e përgjithshme e të gjitha projekteve me të cilën pjesëmarrësi i konkursit ka qenë mbështetur nga Ministria e Kulturës në 10 vitet e fundit, 2010-2020. Për person juridik, shkruhet titulli i projektit, qyteti, emri i personit juridik, adresa, numri i telefonit, emaili, numri tatimor i qytetarit, emri i personit përgjegjes të personit juridik, mbiemri i personit përgjegjes të personit juridik, emri i bartësit të projektit, mbiemri i bartësit të projektit, gjinia dhe mosha,
dhe shuma e kërkuar e mjeteve në denar, ndërsa kuadratet opsionale mbeten të njëjta. Pasi të plotësohen fushat e detyrueshme, duhet të ngarkohet formulari i nënshkruar dhe i plotësuar i fletparaqitjes në PDF format, si një dokument i vetëm. Në të kundërtën, do shfaqet porosia. Për ngarkim të dokumenteve të detyrueshme dhe plotësuese, duhet të klikohet në butonin Browse ose Zgjedh. Në folderët lokal të kompjutorit të gjendet dokumenti i nevojshëm. Të zgjidhet dokumenti, të klikohet në butonin Open ose Hape dhe në fund të klikohet në butonin Ngarko. Në fund, para se të klikohet butoni Apliko, që deri atëherë ka qenë e pamundur, nevojitet që të shënohet kuadrati, deklaroj dhe pajtohen me vedorëzimin e aplikimit, të dhënat e mia personale të shfrytëzohen ose përpunohen vetëm për procesin e selektimit të aplikantëve në konkursin në cilin paraqitem. Nëse gjithçka është në rregull, pas klikimit të butonit Apliko, përdoruesi merr porosi e cila informon atë se aplikimi është i dorëzuar. Me klikimin e butonit OK, bëhet orientimi i përdoruesit drejt faqes fillestare, ku gjendet lista e konkurruesve në të cilat është paraqitur përdoruesi. Në faqen fillestare, nën tabelën e konkurseve, gjendet linku me të dhënat se sa konkurse janë aktive në moment. Me klikimin e këtij linku, përdoruesi do të orientohet drejt faqes së konkurseve aktive. E njëjta mund të arrihet nëse klikohet në linkun Konkurse aktive në meny. Djathtas në tabelë, për çdo konkurs, ekziston ikonë e cila ka qasje në rast se konkursi është ende aktiv. Me klikimin e kësaj ikone, hapet dritarja pop-up window, në të cilën përdoruesi e ngarkon dokumentacionin e detyrueshëm dhe plotësues. Nëse gjithçka është në rregull, pas ngarkimit të suksesshëm, dokumenti do shfaqet në tabelën me dokumente. Nga kjo tabelë, dokumentet e ngarkuara mund shkarkohen duke klikuar në ikonën për shkarkim, e cila gjendet në të majt, për skaj çdo të dhënë për ngarkimin e dokumenteve. Nëse ka nevojë, përdoruesi mund ta ndryshojë fjalkalimin. Me klikim të linkut Ndrysho fjalkalimin, në meny hapet forma për ndryshimin e fjalkalimit. Forma përbëhet nga fusha, ku nevojitet të shënohet fjalkalimi i vjetër, fjalkalimi i ri dhe vërteto fjalkalimin, të cilët janë të detyrueshëm. Fjalkalimi i ri dhe vërteto fjalkalimin duhet të jenë të njëjtë. Nëse fjalkalimet nuk përkojnë me njëra tjetrën, përdoruesit i vjen porosia e radhës. Pasi të klikohet në butonin vërteto, përdoruesi merr porosinë e adresën e emailit me cilën është paraqitur, se ndryshimi i fjalkalimit është kryer me sukses. Në menyn nga ana e majt, është linku Udhëzim për përdorim, në të cilin klikon dhe hapet udhëzimi për shfrytëzim në formatin PDF.